burrin e kam me kancer edhe s'ka interesim për fëmijët, por për me dalë me shok, çka me bën? E lusë Allahun e lartësuar që ta shëroj burrin tënë. Allahu i dha shërim të plot pas të cilit nuk do të ketë smundje. Allahu e shëroft, Allahu e shëroft, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Motër, kemi dy situata, ose dy anë. Ajo, ti si mu sjell me ta, edhe ajo, do të thonë ti si mu sjell me fëmijët. Ti me fëmijët e tu sillu që duhet. Edukoj, e pastaj ai si sillet, let mbetet në përgjithësinë e tij. Mos jep shumë presion. Ndoshta që aty po e gjen ngushëllimin edhe qetësinë. Unë e di se ai duhet më nejt me fëmijët edhe me uçmall edhe fëmijët me ndje pranin e prindit. Sa ka shkruar Zoti, na nuk e dim kush kur kemi me vdek. Por ja që ai ndoshta çashtu po e gjen ngushëllimin. Mos e sikletavni, lënë të lirë, mos i thuj kur gjë. Ndoshta në fjalë që nuk e dëmton, nuk e thën emocionalisht, ban mi a thon prej anash. O burr, fëmijët po kanë qef me nejt me ty me të pa. A ki mundësi pak më shumë ju kushtu kohë, kështu me fjalë të mira. Por mos e irritani, mos e mërzitni sepse ndikim të madh edhe sebeb i madh për shërimin e njerëzit është edhe qetësia psikologjike e rahatlëku. Andaj mos i thuj në fjalë që e dëmton ata. Allahu e shëroft.